Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se po takohemi në orën e gjuhës shqipe, me ju nxënës të klasës së 7. Njësia mësimore për cilën do të vazhdojmë të flasim sot është editorialet dhe fjalimet, do të thotë është njësi ushtrime. Atëherë fillojmë. Pasi që njësia mësimore është ushtrime, atëherë do të kujtojmë edhe njëherë njësinë paraprake. Çfarë janë editorialet? Po i shihni në ekran të dashur nxënës një editorial. Por çfarë është editoriali? Editorialet janë shkrime gazetareske që i përkasin zhanrit analitik, theksoj edhe njëherë zhanrit analitik dhe publikohen në media të ndryshme, si në gazeta, në televizion, në media online e të tjera. Përmes editorialeve, si shkrimet e bazuara mbi fakte, krijohen opinionet të këtë tjerët. Realizues dhe ideatori i editorialeve është kryeredaktori. Por çfarë janë fjalimet? Fjalimet janë tekste nxitëse përmes së cilave shfaqen ide dhe bëhen përpjekje për të ushtruar ndikim dhe për të krijuar opinion te masa e njerëzve. Fjalimet janë tekste emocionale, ato realizohen drejt për drejt para një publiku në mënyrë që të dëpërtojnë më thellë në ndërgjegjen atij publiku. Në pamje të dashur nxënës, keni një fjalim. Folsi i cili qëndron para masës dhe komunikimi mes tyre është i drejt për drejt. Çfarë janë fjalimet? Shohim me opsione se cila prej përgjigjeve është e saktë. Nën A. Fjalimet janë përmbledhje faktesh e ngjarjesh historike të ndonjë personi. Mundësia tjetër nën B. Fjalimet janë tekste përmes së cilave shfaqen ide dhe bëhen përpjekje për të ushtruar ndikim e për të krijuar opinion te masat e njerëzve. Nën C. Fjalimet janë literaturë dokumentare që tregojnë ngjarje të vërteta të një periudhe të caktuar kohore. Dhe nën D. Fjalimet janë tekste ku përshkruhen njerëzit dhe vendet e vizituara gjatë një udhëtimi. Besoj të dashur nxënës që përgjigjen e keni. Dhe përgjigjja e saktë është: fjalimet janë tekste përmes së cilave shfaqen ide dhe bëhen përpjekje për të ushtruar ndikim dhe për të krijuar opinion te masat e njerëzve. Pra, fjalimet nuk janë përmbledhje faktesh historike apo literaturë dokumentare apo tekste të tjera. Pyetja e radhës: cili është qëllimi i fjalimeve? Fjalimet nën A kanë për qëllim të argëtojnë publikun, të mbrojnë publikun nga faktorët të ndryshëm, të ushtrojnë ndikim të publiku, apo të arrijnë marrëveshjen mes të dy apo më shumë personave. Cili pra është qëllimi i fjalimeve? Qëllimi kryesor i fjalimeve është të ushtrojnë ndikim te publiku. Shkoj me pyetjen e radhës. Fjalimet bëjnë pjesë në grupin e teksteve. Çfarë tekstesh janë fjalimet? A janë tekste letrare, tekste gazetareske, tekste nxitëse, apo tekste historike? Atëherë, përgjigjja është që fjalimet bëjnë pjesë në grupin e teksteve nxitëse. Çfarë i karakterizon fjalimet? Do të thotë çfarë janë të veçanta, për çfarë janë të veçanta fjalimet? Nën A. Fjalimet japin udhëzime për sjellje dhe veprime të caktuara në situata të ndryshme. Nën B. Fjalimet prekin në pikat më të ndjeshme të publikut. Nën C. Fjalimet janë veprime që tërheqin vëmendjen ndaj një produkti apo shërbimi. Dhe nën D. Mbledhin informacione nga individ për çështje të ndryshme. Cila prej këtyre përgjigjeve është e saktë? Thamë edhe më herët që fjalimet prekin në pikat më të ndjeshme të publikut. Vazhdojmë me një tekst të shkurtër dhe shohim se cila nga këto tekste është fjalim. Cili nga këto tekste është tekst fjalimi? Kemi 4 hyrje të teksteve dhe shohim i lexojmë me radhë. Nën A. Ditar, shumë e mërzitshme djela, më zgjat një javë kjo ditë. Nuk e di, nuk e dua këtë ditë, disi më shton mall dhe dhembje.
Nën B. Libri i 6 aventurave të Harry Potterit është vënë në qendër të vëmendjes dhe ky është një lajm i mirë për autoren Rowling. Nën C. Nëpërmes të kësaj shkresë zyrtare, i drejtohem organeve të lartë përmendura që të shqyrtoj kërkesën time. Apo nën D. Të nderuara zonja dhe zotrinj, kam kënaqësi shumë të madhe të marr pjesë në këtë ngjarje, e cila për mua ka vlerë shumë të madhe morale e shpirtërore. Nxënës të dashur, pyetja është, cila nga këto tekste është fjalim, është tekst fjalimi? Dhe përgjigjja e saktë është nën D. Hyrja në fjalimi, të nderuara zonja dhe zotrinj, kam kënaqësi shumë të madhe të marr pjesë në këtë ngjarje, e cila për mua ka vlerë shumë të madhe morale e shpirtërore. Kjo është një hyrje e një fjalimi. Ku i gjejmë fjalimet si tekste? Fjalimet i gjejmë në televizor, në radio, në fushata të ndryshme politike, fushata sensibilizuese, në mbledhje e të tjerë. Mundësia e dytë, nën B, fjalimet i gjejmë në vepra letrare. Apo nën C, fjalimet i gjejmë në familje, në shoqëri, në kinema, në ndeshje sportive e të tjera. Dhe përgjigjja e saktë është që fjalimet i shohim në televizor, i dëgjojmë në radio, shohim në fushata të ndryshme politike dhe fushata tjera sensibilizuese e të tjera. Të dashur nxënës, ishte kjo njësia për sot. Mirëmbëjtje.